Mbërri në portin e Durrësit 3 anijet italiane, njëra prej të cilave Libra, i dhurohet flotës detare të Shqipërisë. Ceremonia u mbajt paraditën e së martës ku morën pjesë autoritetet të larta zyrtare nga 2 vendet, Ministria e Mbrojtjes dhe Ushtarak. Mes anijave që u ankoruan në port është edhe e famshmja historike dhe muze Amerigo Vespucci, e cilësuar dhe si anija më e bukur në botë. E dyta është katamarani Lo Spirito di Stella, i cili ka qëllim kauzat sociale dhe drejtohet nga persona me aftësi ndryshe, kurse e treta është anija patrulluese Libra, e cila do t'i dhurohet forcës detare shqiptare. Në një prononcim për mediat, Agastra u shpreh se anija do të përdoret edhe për misione përtej ujërave detare të Shqipërisë. Vërtet, sot në shkruhet marrëveshja e mirëkuptimit për procesin e dorëzimit të anijes italiane për forcën detare të Republikës Shqipërisë. Është një moment ku forcat detare e Republikës Shqipërisë, duke konsideruar në tërësi si pjesë e forcave të armatosura vlerësimin e situatës sigurisë dhe në aspektin detar, merr në dorëzim këtë anije me kapacitete luftarake, të cilat bëjnë edhe kërcimin cilësor të kapaciteteve aktuale të forcës detare të Republikës Shqipërisë në misione të zbatimit, jo vetëm më të ligjshmërisë në det atë që kemi kryer deri tashmë, por edhe në kapacitete të mbrojtjes dhe të ruajtjes së infrastrukturës kritike ndërkombëtare detare. Kjo është një anije që siç e shikoni edhe ju ka kapacitete shumë të mira operacionale, shumë e integrueshme me të gjitha kapacitetet e NATO-s dhe do të shërbejë gjatë periudhës së saj të shërbimit në forcën detare të Republikës Shqipërisë, jo vetëm në misionet në interes të sigurisë dhe paqes në hapësirën detare të Republikës Shqipërisë dhe Adriatik dhe jon, po dhe më gjerë në mesdhe, atje ku detyrat dhe misionet e NATO-s do të na kërkojnë. Ky është një kapacitet i shtuar nga pikpamja e cilësive operacionale, po nga Durrësi nën admirali Adnan Agastra deklaroi se anija Libra, dhurat nga Italia për Shqipërinë, ka të gjitha kapacitetet operacionale të duhura për të integruar në misionet e NATO-s.